Bashkëluftar të ushtrisë lejmtare të Kosovës, zyrtar policor, familjar e qindra qytetar i dhanë lamëtomia në fundit përparim Saraçinit, i cili ndroi jetë dje. Me ndërime nga Policia e Kosovës dhe Forca Sigurisë, arkevolit e ndjeri Saraçini u përcëll në varrezat e tyrbes së shefit të aut në Gjakov. Kolegë nga Policia e Kosovës e kujtuan të ndjerin si një policë të përkushtuar në profesionin e tij. Koleguin përparim Saraçini, angazhimin e tij në Policinë e Kosovës e filloi qysh në vitin 2000 me mjaft përkushtim dhe me profesionalizëm. Të punosh në institucion të sigurisë është privilegj, po aq edhe përgjegjësi. Kujtojmë se i ndjeri ishte luftetar i ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Përparimi ishte bashkuar radhëve të UÇK-s në moshë shumë të re dhe ishte plagosur në luftë në një prit me forcat serbe. Ai edhe pas lufte ishte pjesë e policisë ushtarake të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Me fillimin e konsolidimit të policisë Kosovës, i ndjeri përparimi me 24 prill të vitit 2000 u inkuadrua në radhët e policisë të Kosovës, duke i takuar gjeneratës së 5 të policisë. Për këta vite rresht ka punuar në ekipin patrullues të njësisë rajonale të trafikut rrugor. Përparim Saraçini ishte gjenerata e 5 të policisë së Kosovës. Ai u nda nga jeta në moshën 46 vjeçare duke lënë pas vetes gruan dhe 2 fëmijë.